Miq Prizmus, në një prej videove që ka lëshuar i gjithmonshmi, përhershmi, inoksitabil dhe i pashkatrueshmi Sali Berisha, shikohet një balkon në Tiranë dhe akuza linçuese një prej njerëzve më të fliqur që ka prodhuar historia e një shteti, s'pakut nga 1920 e tani, dhe që thot gjejeni këtë person, sepse sipas Sali Berishës ai o gjuan, nuk e di ç'mund të hedhin plerat ose nuk e di nga balkoni kundrejt protestuesve. Në vërtet një marrëzi e tillë e cila shqetësoni vetëm rrugët të Tiranës, po dhe aty ku kalojnë që shajnë. Dhe kjo video sigurisht është shoqëruar edhe me shumë video tjera në cilët ato 300 veta, 400 veta që manifestojnë bashkë me diasporën, kur kalojnë afër lokaleve, ju thonë dele, shajnë, provokojnë njerëzit që po pini kafe, kanë dalë të kalojnë natën ose të bëjnë raportin e tyre me jetën, që të bëjnë thjesht jetën e tyre. Ky lloj frenetizmi në arrogancë, fjalëve të rënda, sharjes, thyrjes në përgjithësi, vdekje patronazhistave, tradhtarëve dhe element tillë janë sigurisht përsëritje banale prej 80 vjetësh në këtë vend, por imitacionet nuk e di si të them tash, imitacionet të fliqura të vetë gjuhës këtij lideri kaq të madh. Tash të acarosh turmën, ta vesh përpara një balkoni, një individi, ku me të vërtet nuk ka dalë e qartë se çfarë ka ndodhur, thjesht të shinjestrosh me lazera, me ndriçim balkonin e një personit vetëm, është sigurisht linçim dhe me këtë duhet merret prokuroria. Mirë, prokuroria nuk merret me Sali Berishën sepse sikur nuk merret dot me Gërdecin edhe 21 janarin, imagjino sa mund të merret me element të tillë të vegjël, kur nuk merret dot me vrasjet shtetërore që ka bërë ai, vrasjet me urdhër që ka bërë ai, imagjino sa mund të merret me një ku diun tash. Ai ndërsen njerëzit për të linçuar, për të bërë të pamundurën që të derdhet gjak ose të ndodhi diçka patjetër sepse atij i shërben. Kur shtohen edhe element pastaj nga ajo turme e cila organizohet nga dikush, sepse është tashmë e vërtetuar që aty është një grup i cili mbase ka subvencionimin e vet, por nuk po më interesojnë nëse paguhen apo nuk paguhen. Diku po dëgjoja që pagesa për pjesëmarrje ishte 50, ndërsa 100 është për të bërë marshimin. Ideja e tillë qëndron në faktin që sa të acaruar janë me pjesën tjetër të shoqërisë. Ç'ndodh në raport me përfaqësimin shoqëror. Aty kemi një Tiranë e cila është 1 milion banor. Po themi qendra e Tiranës i kalon sot 400.000 banorët. Dhe 400 vetë të marrin Shkodrë tonë në Arshan, po themi zvarr, të marrin zvarr 400.000 të qendrës Tiranës. Kjo tashmë nuk është pjesë e një raporti që kanë me demokracinë, se kjo u pa që nuk ekziston më. Por është raport i keq me rendin. Po lejohet të thyet në mënyrë të jashtëzakonshme rendi. Pse e bëjnë? Po e para e bëjnë sepse mbase nuk duan konfrontim më të ashpër. E dyta duan që të përfitojnë. Edhe këtu e kam fjalën edhe për pushtetin. Sepse kur të gjithë fjalët shkojnë ke një person i vetëm që ky quhet Edi Rama, atë o përfitimi ose humbja janë të një personi. Dhe në këtë rast, më tepër se përfitim nuk mund të jetë humbje, sepse as kërkush nuk kanë mend të shkojë 400 vetave mrapa. Ndër 400.000 që ka qendra e Tiranës dhe në 1 milion që ka Tirana. Nëse do të ishte kaq protest e aprovuar dhe kaq protest e ndjekur,
vetëm Tirana, pa pasur nevojën të vinë as kolat, as vatnikajt, as gjonat, as gjinat, as lekajt, as leshat nga as kërkun tjetër, nuk kanë nevojë të vinë sepse janë mbiemrat e Tiranës edhe qytetarët e Tiranës i mbushin plot. Nuk ka nevojë për këto, nuk ekzistojnë fare këta. Mirë, po këta ekzistojnë sepse sigurisht janë rrjedhit edhe janë klonet e Berishkës. Jo vetëm nga krajina, jo vetëm nga zona, por edhe nga mentaliteti. Këta janë ata që shajnë më keq, progni po themi, ose edhe elementat tjerë. Këto janë ata që nuk ndalohen para asnjë lloji kërcënimi. Edhe sigurisht si policia, si prokuroria e cila mund të nisi rrugtim, hetim të saj në mënyrë individuale, nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë sepse kam përshtypje që lejohet që të ketë më tepër përfitim nga kjo punë. Jo në zbatim të ligjit, në mos zbatim të ligjit, lejohet që sigurisht duke e tepruar, ato do rrudhen se as kërkush nuk mund t'ju shkojë mrapa njerëzve të një karakteri tillë, si t'ju them tash. Jo vetëm folklorik, po edhe duhet ta them fjalën ashtu siç është, po edhe të poshtër. Njerëz të cilët sigurisht në natyrën e tyre, në besimin e tyre, kanë të keqen, në shpirti i zi, gjithmonë batuta të tilla do të nxjerrë, fjali të tilla, urrëti të tillë, dhe nuk ka se si të shtohen. Nuk mund të bëhen nga 4.000, 5.000, po nga 4.000 do të bëhen 3.000, 2.000 dhe 400 vetë do të mbeten. Gjatë gjithë kohës, sado që të thonë diaspora. Dhe sa për diasporën, po dëgjoja dje disa mitomanë, sepse sigurisht mitomanët nuk janë vetëm në Shqipëri, po janë edhe nga diaspora, bile këta janë edhe më keq. Mitomanë që njëra po çonte teori konspirative që ju kanë vjedhur identitetin shqiptarëve, e prandaj duhet. Bile ishte me një qeleshe me antenë sipër dhe me diçka shenja blu që nuk kuptoheshin se çfarë ishin, që nga vinin, quheshin arbresh, po nese, nuk po kuptohesh asgjë. Një tjetër, nuk e di çfarë propagandonte nga New Yorku edhe nga Amerika, një tjetër nga Suedia, një tjetër nuk e di se nga vinte, të cilët ishin jo vetëm jashtë realitetit, por edhe përshtypja për realitetin ju ishte bërë një fobi, është një koncentrat amalgam, po themi, e një projektin trut e tyre që nuk vërtetohet dhe nuk ngjit në vendin ku kanë ardhur, për të bërë pushimet, mase për të rregulluar dhëmbët ose për të marrë në cop toke që bëjnë gjyqje me kushërinjt ose me njerëzit e fisit, dhe pastaj sigurisht gjenden para vështirësive të zakonshme të njerëzve që kanë ikur me vite nga Shqipëria, tani kujtohen të bëjnë mitomanët, të bëjnë njerëzit që duhet japin edhe mendime, sepse sigurisht kur vjen nga Suedia, ke mendimin që ti je suedez, nuk je shqiptar më. Ti merr me vete të gjithë atë çfarë ka mbritur Suedia dhe ja përplas vëllezërve tu të gjakut në Shqipëri. Kur vjen nga Amerika, kujton se ke edhe Trumpin me vete, ose nuk e di, Bushin ose Obamën, dhe nuk e di, mase ke edhe legjendat e mëdha me vete, Preston ose Michael Jackson, nuk e di, të duket sikur je përfaqësuesi i tyre. Në fakt nuk je përfaqësuesi i tyre, mbetesh thjesht një shqiptar. Duhet të kalosh atë raportin që ke me vendin tënd. Po kështu edhe nga Gjermania. Kur vjen nga Gjermania, kujtojnë se sjellin me vete disiplinën gjermane, sikur rendin gjerman, rregullin gjerman. Kur në të vërtetë ne shohim skena të jashtëzakonshme, targa Gjermanie, targa Italie, targa, nuk e di prej nga se vinë, që janë të parat që thyen rregullin në Shqipëri. Të parat që thyen rregullin në Shqipëri. Me këtë nuk duhet të them, edhe s'duhet të them asgjë kundra pjesës diasporës. E kam me mitomanët e diasporës që kanë gjetur tash 2-3 ekrane, Bithjara News 24, që është i pari, dhe në Euro News nuk e di se kush është tjetër, për të dalë edhe për të bërë mitomaninë e tyre të zakonshme. Kjo është protesta, nuk është se protesta ka gjë më tepër. Në shtator, normalisht pritet që dalin proteste dhe Sali Berisha, sepse ai ka toleruar, me gjithse ka futur njerëzit e tij, ka toleruar në mënyrë të jashtëzakonshme. Ati mezi
nuk i durohet dot derisa të vinë. Ky do të jetë edhe momenti i fundit kësaj lloj proteste. Kur dali Sali Berisha në protestën e tij të zakonshme, edhe njerëzit e tij me molotov dhe fishek zjarre, atëherë flamingot do të largohen nga sheshi, sepse sigurisht sheshin Sali Berisha nuk mund t'ia dorëzoj me muaj dhe me vit as kërkuj tjetër përveç se vetes. Dakord, miqtë e mi, të diel, të mbarë, shpresoj që të keni kalu, dhe po ashtu edhe një javë të re, të nxehtë, shfrytëzoni plazhin sa të mundeni, sepse pastaj është ajo që me gusht bashkë ikën dhe vapa, ka pa thënë qet Musaraj, Zoti na ruaj, çdimër vjen mbrapa. Shpresojmë që t'jeti butë edhe ai. Dakord?